Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Për ofendimi vjen nga llumi. Angela Peristeri reagon ashpër kundra Olës. Ngjarja e fundit e transmetuar mbrëmjen e dieshme ku Ola përdori një fjalor të rëndë dhe ofendues ndaj moderatores Arbana Osmani, ka shkaktuar një valë reagimesh të shumta, duke përfshirë edhe personazhet e njohur të ekranit që janë pozicionuar në krah të moderatores. Së fundmi në mbështetje të saj ka dalë edhe këngëtarja e njohur Angela Peristeri. Përmes një postimi në llogarinë e saj zyrtare në Instagram, ajo ka ndarë një mesazh të prerë, i cili është perceptuar gjerësisht si një reagim i ashpër dhe i drejtë për drejtë ndaj veprimit të Olës. Lexova diku, kur ofendimi të vjen nga balta, nuk të bën pis. Ditë të mbar, shkruan ajo. Ky reagim i këngëtares i shtohet radhës së personazheve publik që kanë dënuar gjuhën e përdorur në spektakël, duke theksuar përmes kësaj nisme që nuk është e pranueshme as si metaforë që të përdoret në një televizion.